Lora mund të vi pikërisht në këtë formë, nëse do arrim me punë dhe me këngullit, jemi forca e dytë pas Partisë Socialiste në Vlorë. Në total, sa mandate synoni në këto zgjedhje, cilat janë pritshmëritë tuaja? Shiko, në sistemi zgjedhor është penalizues për partitë e vogla. Nuk po them vetëm që është penalizues, që është penalizues e dim, por që është e rëndësishme të dim se si janë sondazhet, sepse parashikimi i mandateve mund të bëhet vetëm duke u bazuar në sondazhe, jo dëshira është e madhe. Po ju sigurisht keni sondazhet tuaja të brendshme. Dhe po të shohim sondazhet në Tiranë dhe në qarqet ku ne kemi bërë dhe ku monitorojmë, sepse duam të kuptojmë çfarë mbështetje kemi, nëse mesazhi ynë arrin të përcjellet apo jo dhe ku duhet të punojmë më shumë. Në Tiranë ne synojmë pak a shumë 10% të votave në gjithë Shqipërinë, edhe se do thënë që ndërkohë ky qëllimi dhe objektivi ynë, duke patur parasysh se rritjen që kemi dhe shtimin e mbështetjes, si thon, Oreksi shtohet. Vjen duke ngrënë dhe ju shtohet Oreksi për mandate të tjera. Oreksi shtohet, është shtuar kohët e fundit. Po limitin minimal, por që le të themi që 10% që është një objektiv absolutisht i arritshëm, ose sot në bazë sondazheve që ne kemi porositur dhe rezultatet që na kanë sjell, është pak a shumë 10%, që kjo përkthehet në të paktën 3-4 mandate në Tiranë, minimumi, duke filluar nga 4 mandate në Tiranë, kurse në Vlorë situata është shumë e mirë. Realisht në Vlorë ne mund të synojmë të jemi parti e dytë pas Partisë Demokratike. Edhe slogani juaj që keni zgjedhur për një Shqipëri ku ja del me punë, kanë gjallur debate dhe diskutime në rrjetet sociale. Ju jeni qartazi të djathtë, nuk e keni fshehur ndonjëherë që jeni të djathtë, por puna ndonjëherë ngatrohet e majta, forcë e punës. Pse kjo zgjedhje dhe pse ky slogan pak provokativ? Dhe njerëzit prisin që ju të mbështesni, po themi, biznesin, të kishit një linjë qartësisht më të djathtë dhe jo punën, punëtorët, edhe se retorika punëtorëve është retorike e majtë, për ta sqaruar. Po, për ta sqaruar. Nëse ka një parti politike që nuk ka lidhje me punën, ajo është Partia Socialiste. Dhe e majta në përgjithësi. E ka një lidhje me punën? Jo, nuk ka asnjë lidhje. Partia Socialiste nuk ka asnjë lidhje me punën. Partia Socialiste ka lidhje me pushtetin. Çdo gjë që bën Partia Socialiste dhe që ka bërë, dhe vizioni i Partisë Socialiste është do marrim pushtetin dhe do rregullojmë socialistët në pushtet. Ky është vizioni. Kur flas për punën, punëtorët më të mëdhenj janë pikërisht sipërmarrësit. Unë flas për ata. Dhe siç e kam thënë edhe herë tjetër, sipërmarrësit në Shqipëri, po kudo, po sidomos në Shqipëri, në përgjithësi janë sipërmarrës nga halli, jo nga qefi. Sepse nuk kanë gjetur asnjë mundësi tjetër dhe kanë thënë, me që s'ka mundësi për t'ia dalë në mënyrë të ndershme, me punë të ndershme, kanë filluar biznesin e tyre. Dhe kur flas për biznes, flas për bizneset e mëdha. Flas edhe për bizneset e mëdha, se dhe në Shqipëri ka bizneset e mëdha të ndershme. Dakor, po flas sidomos për biznesin e vogël dhe biznesin e mesëm. Këta janë sipërmarrës, një elektricist, i ka një skuadër me elektricist, 2, 3, 4, 5 veta, është sipërmarrës, pa ish punëtori më i madh midis atyre. E njëjta gjë vlen për një bojaxhi, e njëjta gjë vlen edhe për dikë që ka një kafe, që ka një restorant, që ka një punishtet vogël. Punëtori më i madh, ai që punon më shumë është sipërmarrësi. Se ne këtu në Shqipëri fatkeqësisht kemi këtë idenë e biznesmenit, po janë dy gjëra totalisht të ndryshme, që shikohet me paragjykim. Biznesmeni këtu është figura e tij që nuk punon, që punojnë të tjerët edhe biznesmeni fiton. Nuk ka lidhje me sipërmarrësin kjo figurë. Unë vetë, se unë kam përjetuar vetë, unë të ftoj të flasësh me bashkëpunëtorët e mi, unë nuk besoj se kishte njëri në zyrë të puna, sidomos në fillime, kuptohet se pastaj kur kompania e rritet, po dhe më vonë, nuk ishte njëri që vente para meje dhe dilte para meje nga zyra. Pas meje, më pak se mua punonin vetëm drejtorat dhe kështu me radhë. Kështu që për të thënë, edhe kam bërë çdo lloj pune, edhe në biznes, edhe në biznesin tim, nuk është se unë isha shef i madh dhe unë kam bërë çdo lloj pune brenda në kompaninë time. Kështu që nuk ka asnjë kontradikt. Kur flas për punën, kur flas për një Shqipëri që ja del me punë, flas për sipërmarrësit, flas për bashkëpunëtorët e sipërmarrësve, që janë njerëz që janë dalin vetëm nëpërmjet punës dhe nuk duan dhe kanë zgjedhur atë rrugë. Kjo është Shqipëria për cilën nuk flet askush. Kjo është edhe kur flasim për sipërmarrësit, flasim për sipërmarrësit sikur janë gjakpirsa.
Ky është problemi. Ne harrojmë që sipërmarrë, nëse Shqipëria ka bërë përpara në këto 34 vjet dhe është këtu dhe sigurisht më mirë se si ishte në 91-shin, nuk është fal qeverisë, është pikërisht fal sipërmarrësve, fal bashkëpunëtorëve të tyre. Ata kanë përmirësuar shërbimet, cilësinë e jetës në Shqipëri. Dhe nëse s'kan bërë më shumë, nuk kanë bërë sepse nuk kanë dashur apo nuk kanë mundur, nuk kanë bërë sepse pikërisht politika nuk ka lejuar që ata t'ja dalin dhe janë detyruar të ikin jashtë. Dhe prandaj unë them që zgjidhja nuk është qeveria, zgjidhja është problemi. Dhe prandaj qëllimi ynë është dhe zlogani ynë është ta bëjmë Shqipërinë një vend ku mund t'ja dalësh me punë, ku mund t'ja dalësh me punë të ndershme, ta bëjmë Shqipërinë vendin e mundësive për të gjithë dhe jo vetëm të një pakice. Dhe prandaj themi që ne në programin tonë kemi dy shtylla kryesore. Nga një anë kemi zvoglimin e administratës, uljen e shpenzimeve, sidomos duke luftuar jo vetëm korrupsionin, por edhe thjesht përdorimin, sepse ne vazhdojmë të vuajmë nga filozofia, nga vizioni komunist, ku çfarë nuk është private, çfarë është e shtetit, është e botës, është e askujt. Dhe në këto kushte, të kemi një shtet pak më të vogël, një administratë më të vogël. Dhe vetëm në këtë mënyrë mund të ulim burokracinë dhe mund të lejojmë biznesin që të rritet. Ju kemi parë gjatë kësaj kohe që ju keni qenë deputet, ju kemi parë në betejat e ashpra politike, një njeri që denonconte gjatë gjithë kohës skandalet, me kostum, me kollare, gjithë kohës duke qenë aty për të debatuar me ministrat, me zonjën Balluku apo me ministrat tjerë për skandalet që keni denoncuar, ndërsa në fushat po shohim një anë tjetër tuajën, me i çlirët, duke i mësuar stafit tuaj si punohet, si bëhet puna, si shpërndahen flet palosjet, duke provuar që t'jeni aty për t'i parë nga afër problemet edhe shqetësimet e biznesit vogël apo të shumë kategorive të biznesit që ju keni parë gjatë fushatës tuaj. Pse kjo zgjedhje? Shumë kush e ka cilësuar si populiste. Është populiste apo është thjesht për ta njohur realisht problemin? Cili ka qenë qëllimi juaj që e keni zgjedhur? Populist është të premtosh qiqran e hell. Ky është populizëm. Të premtosh edhe ulje taksave dhe rritje të shpenzimeve. Ky është populizëm. Në programin tonë dhe në çfarë ne themi dhe në çfarë ne premtojmë dhe në vizionin tonë, të ftoj të gjesh një pikë që mund të jetë populiste. Populizëm do thotë gënjeshtër. Dhe në gënjeshtra, këta të vjetrit, po dhe të rinjt, është e vështirë ti mundësh. Prandaj ne kemi zgjedhur që mos të merremi me gënjeshtra, mos të merremi me populizma. Të flasësh me njerëzit, të vesh tek njerëzit, nuk është populizëm, është një mënyrë për të përcjellë mesazhin. Ne jemi të vetëdijshëm që ndaj politikës, ndaj partive politike, ndaj politikanëve ka një paragjykim. Ka një paragjykim shumë të madh. Dhe ne jemi po ashtu të vetëdijshëm që sidomos njerëzit e ndershëm nuk shohin fare nga politika, nuk i mbajnë shpresat e politika. Dhe për të folur me këta, duhet të vesh atje ku ata janë, duhet të heqësh kravatën, të heqësh kostumin dhe të vesh aty ku janë, të vesh në rrugë. Mos të kesh asnjë sikletë dhe shpërndash edhe flajera. Sepse kjo është, apo të jesh prezent në platformat që një përgjithësi përdorin të rinjt. Të rinjt janë një pjesë tjetër e shoqërisë që nuk sheh nga politika, dhe është normal që mos shohin nga politika, sepse ata duan të dalin në punë. Politika nuk ka parë nga të rinjt deri tani. Por nuk është absolutisht, është e vërtet kjo që thua ti, por në përgjithësi riu nuk sheh nga politika. Nuk sheh nga politika dhe ti duhet të vesh, por kjo nuk do thotë që është i painteresuar. Por duhet të vesh, edhe te riu është paragjykimi. Absolutisht. Por ne duhet vemi për dy arsye, jo vetëm sepse tek i riu është më entuziast, ka më shumë besim, po i riu të rinjt janë e ardhmja. Dhe ne kemi vënë re që pjesa më e madhe, të gjithë janë dakord që partitë e vjetra nuk mund të vazhdojmë në këtë mënyrë. Të gjithë janë dakord. Pastaj ke babain i cili thotë që jo po vazhdojmë edhe pak me të vjetrit, ka vështirësi të marrë kthesën, dhe i riu që thotë kur shikon një propozim të ri, një ofertë të re, një alternativë të re, e përqafon me njerë, nuk e ka kompleksin. Po t'jap një shembull, më thoshte dikush, një vajzere, më thash tha babai, tha, gjithmonë na ka thënë para zgjedhjeve, na ka thënë familje na mblidh dhe na thoshte, s'ka numra, do votojmë Partinë Demokratike. Ishte urdhër, dakord? Këtë herë, tha, i thash babai tim, tha që unë këtë radhë do votoj për Agronshej, do votoj për Partinë Mundësia. Babai më pa, më tha, unë do votoj për Sali Berishën, ti bëj çfarë duash. Për të thënë që në çdo familje ke moshat pak më të mëdhaja që kanë vështirësi të marrin kthesën dhe të rinjt që nëse ti i jep mesazhin e duhur, nëse je i vërtet, nëse nuk je populist, nëse nuk i gënjen, sepse nuk ka njëri budalla në këtë botë.
ata janë të gatshëm të t'japin besimin. Një nga premtimet që më ka bërë përshtypje nga premtimet tuaja ishte shëmbja e fytyrës së Edi Ramës. Do ta shëmbni literalisht apo do ta shëmbni figurativisht? Jo, do shëmbet, nuk thash shëmbje, prishja. Prishja e fytyrës. Ajo fytyrë nuk do ta shik, ajo nuk do jetë më. Po ishte dhe ajo. Është fjala për ndërtesën që është sheshja Skënderbej që është ndërtuar me fytyrën e Skënderbeut, thuhet. Ai thotë që ai ka shitur si me fytyrën e Skënderbeut dhe ka dashur të luajë me këtë lojë që edhe jam unë dhe si jam unë, thotë. Kupton? Por është çfarë të them tani, është një shfaqje banale që vetëm një kryeminist i korruptuar si Edi Rama mund të bënte, ku vendos që një godine, imagjinoni në cilin vend të botës, kryeministri i vendit do bënte një shfaqje patetike dhe banale të këtij lloji, ku do ndërtonte një godinë dhe do thoshte që dhe mund të jem unë, po dhe mund të jetë eroj kombëtar. Si do të zgjidhni ju këtë situatë? Aq më tepër që flasim për nëse ka një fytyrë që pasqyron korrupsionin, ajo është fytyra e Edi Ramës. Edhe imagjinoni qytetarët shqiptar kur janë në qendër Tiranës, shikojnë fytyrën e korrupsionit, fytyrën e Edi Ramës. Dhe shumë mirë ka bërë që ka bërë në fakt, po ajo që bëra, thash, ju ftoj që kur ta shikoni, mos ta harroni që ajo fytyrë ka larguar 1 milion shqiptar në 12 ditët e fundit. Ajo fytyrë ka vjedhur të ardhmen e shqiptarëve, ajo fytyrë i ka bërë shqiptarët që t'jenë pesimist për të ardhmen dhe mos shohin të ardhmen në Shqipëri. Si do ta prishni fytyrën e Edi Ramës? Do prishni ndërtesën apo figurativisht? Jo. Nuk do jetë figura aty, ka nuk do jetë më ajo ndërtesë me atë pamje. Nuk është problem, problemi nuk është teknik. E qartë. Unë nuk jam nga ata që them që ditë bëj gjithçka. Ka gjëra me të cilat unë nuk merrem. Me çfarë nuk merreni për shembull? Jo, me këtë nuk s'kam nevojë për secili që bën ka punën e vet, ka zanatin e vet. Edhe në hapjen tuaj të fushatës, por edhe gjatë gjithë kohës, edhe në turin që bët ditën që hapët fushatën dhe në prezantimin e programit në Pallatin e Kongreseve, ju e vut theksin edhe te barazia gjinore, te vajzat dhe gratë që janë pjesë e Partisë Mundësia, jo si kuotë, thanë disa nga vajzat aty, por si kontributore të rëndësishme në këtë parti. Ndërkohë kemi parë gjatë këtyre ditëve kryeministrin që po përpiqet bëjë një ndasi gjinore, jo burrat që ryk, jo gratë duhet i marrin burrat t'i sjellin këtu. Si e keni parë këtë lloj fushate të Ramës, krahasuar me fushatën që ju keni zgjedhur? Mua, as më intereson fare fushata e Ramës. Zero. Mund të bëj çfarë doj, fare. Unë mendoj që problemi i Shqipërisë është që të rinjtë e këtij vendi po ikin nga Shqipëria. Problemi i Shqipërisë është që ne jemi një vend ku mendojmë se kemi një kapitalizëm, mendojmë se është një demokraci, por në fakt kjo është në cilën ne jetojmë është një karikaturë e kapitalizmit, është një karikaturë e demokracisë. Shqipëria ka dalë nga regjimi komunist në 91-shin, mendonim se do kishim edhe sot i ngjan më shumë një republike ish sovjetike ku një kryeministër ka përqendruar gjithë pushtetin në duart e tij dhe ka një grup oligarkësh rreth vetes dhe me të cilët kontrollon komplet ekonominë. Kjo është Shqipëria. Mund të ishte Bielorusia, mund të ishte ndonjë nga këto vendet e tjera që janë afër Rusisë, Kazakistani. Mestan, ato vendet mestan. Kupton, thjesht ka emrin Shqipëri, po edhe atje absolutisht e njëjta gjë. Atje bëjnë gjëra të tjera, këtu ky vesh atlete, por në thelb e vërteta është që ke një Shqipëri që mundohet dhe kërkon t'ja dali dhe kur nuk ja dele dhe kur sheh që nuk e ka të pamundur, kur ja bën jetën të pamundur, vendos të largohet nga Shqipëria. Dhe ke një pjesë tjetër ku ke Edi Ramën, ministrat, familjarët e tyre, oligarkët, ortakët e Edi Ramës që edhin valle, e kemi parë vallet që edhin në shesh. Kjo është ajo që më intereson, se çfarë thot Rama, pastaj jo burrat, jo gratë, është totalisht pa interes. Mirë, ju falenderoj shumë zoti Shehaj për kohën. Kemi qenë me zotin Agron Shehaj,